është partia Lëvizja Bashk, nuk ju përgjigjen thirrjes për të bashkuar në këtë protestë. Ka vazhduar me krijimin e një forumi qytetar të drejtuar nga zoti Ermal Hasimja për të përbashkuar faktorin opozitar, dhe ku 2 prej këtyre partive të reja janë deklaruar publikisht që nuk do të bëhen pjesë e një aksioni të përbashkët opozitar, dhe janë vetëm në negociata me Lëvizjen Shqipëria Do, që gjithashtu është duke zhvilluar një protestë të pandalshme. Në pamje që po ndjekim, ndërkohë kemi një përshkallëzim të situatës tek parlamenti, sepse i kanë goditur punojësit e policisë me bomba molotov dhe ndërkohë po tentohet të shuhen flakët. Kemi një përshkallëzim as pak të qetë dhe jo pajësor sa i takon ecërisë reagimeve të militantëve. Dhe siç kemi marrë njoftim, ka patur një të lënduar nga zhvillimi i protestës përpara kryeministrisë. Shpresojmë që nuk do të kemi të lënduar, megjithëse dyshoj fort, duke qenë se u duk sikur kishin marrë flak 2 prej punonjësve të policisë. Shpresojmë në sa më pak të lënduar nga të gjitha, nga të 2 kampet, qoftë nga punonjësit e policisë, qoftë edhe nga pjesëmarrësit. A është domosdoshme dhe e nevojshme kjo lloj shprehje, kjo lloj shfaqje në këtë kontekst proteste? Normalisht një protest quhet protest sepse ka brenda edhe elementin e agresivitetit. Nuk uroj lëndimin e askujt, së pari të forcave të rendit që janë në krye të detyrës, por edhe të qytetarëve që protestojnë, të cilët janë në lirin dhe të drejtën e tyre për protestuar. Do të ishte absolutisht e tepërt të justifikoje mjetet agresive, qoftë molotovin, qoftë mjetet të tjera të dhunshme që çojnë në plagosjen e njërit apo tjetrit të pjesëmarrës në këtë përballje. Shpresoj që të mos ketë të lënduar nga këto mjete zjarri, por zakonisht elementet e agresivitetit janë ato që shërbejnë edhe si mjete për të prodhuar, nëse do ta quajmë kështu, rezultat në një protestë, pasi këto janë ato që tërheqin vëmendjen e medias, tërheqin vëmendjen e shtypit qoftë brenda dhe jashtë vendit, për të treguar agresivitetin e reagimit qytetar dhe për të mos e lënë atë në kuadrin e një tubimi politik, sepse ndaj dhe ka emërthime të ndryshme, ka tubim politik, kjo është thjesht një marshim, ka një protest, ka dhe një formë tjetër edhe më agresive, siç është demonstratat politike që janë edhe më të dhunshme. Situata padyshim që nuk është normale. Partia Demokratike, e dëgjuam të zotin Noka pak më parë në atë reagim që u transmetua edhe në ekranin e Rrjedhës 24-s, foli për një zgjidhje politike dhe padyshim që Partia Demokratike është tashmë në rrugën për ta ekspozuar përplasjen me mazhorancën në formën e një krize politike dhe të kërkohet pastaj zgjidhja e saj, dhe kjo padyshim zgjidhja vetme që është propozuar. A mendoni që ka një hapësirë reale në fakt për një dialog politik, apo palët tashmë kanë hyrë në një cikël përplasjesh të vazhdueshme? Me pretendimin nuk dëgjohemi në parlament, ndërkohë pozita në reagimin e saj është e qetë, përfshirë dhe kryeministrin Rama, dhe deklaroi vazhdimisht që e kanë hapësirën, thjesht nuk e shfrytëzojnë. Tani duhet kuptojmë se për çfarë negociojnë. Tashmë opozita nuk po negocion për të marrë më shumë kohë për të folur në parlament. E kanë spostuar foltore në rrugë në pretendimin që nuk e kanë mundësinë aty. Por kërkesa e opozitës politike shqiptare tashmë është dorëzimi i qeverisjes nga ana e socialistëve, organizimi apo ngritja e një qeverie tranzitore për të marrë një periudhë kohe së paku 1 vjeçare, që kjo qeveri tranzitore të punojë për të kryer disa reforma të rëndësishme me sfond politik dhe elektoral,
ku kryesori është ndryshimi i ligjit elektoral dhe ndërmarrja e një reforme zgjedhore që të çojë në ndryshime thelbësore në raport apo në krahasim me ligjin aktual zgjedhor. Dhe atëherë vendi të futet në zgjedhje normale ku sipas tyre do të jetë garantuar vota e lirë, gara e drejtë, gara barabartë, dhe pastaj zgjedhjet të fitoj kush të mund, kur të jetë më i aftë në paraqitjen e projekteve politike, qeverisjes së platformave në përballje me elektoratin. Pra, mendoj që sheshi është i pastër nga hemendësimet dhe nuk ka vend për bisedime tashmë. Tashmë opozita ka dalë në rrugë, ajo që kërkoi zoti Berisha në fjalimin e tij ishte përbashkimi i të gjithë aktorëve dhe faktorëve opozitar, ai u kujdes ti sqarojë dhe ti qartësoj partitë e reja që i tremben zhdukjes së identitetit të tyre nëse bëhen pjesë e këtij reagimi dhe aksioni politik. Ai i sqaroi ata që ne duam që të krijojmë vetëm një qeveri tranzitore për të bërë reforma për të futur vendin në zgjedhje, pastaj ju keni